Imin për arsye se e shikojnë si një çështje pa leverdi dhe e shikojnë edhe me frikë. Se gjithë ajo struktura tjetër mund t'i sabotojë. Për të gjetur një figurë konsensuale. Agron Shehaj nuk tha figurë konsensuale. Agron Shehaj tha nuk një figurë që të përqehet nga opozitat, mos liderit për drejt nga Partia Demokratike. Nuk duam një figurë politike të Partisë Demokratike. Por Agron Shehaj harron diçka. Agron Shehaj mendon se me 2 mandate mund të imponohet partisë që ka 50 mandate. Pra vaniteti i kalon ato rregullat klasike të politikës dhe mendon tani që me 2 mandate mund të imponohet partisë me 50 mandate. Nuk ndodh kjo në politikë dhe s'ka pse të ndodh. Pra në raportet e fuqisë është Partia Demokratike e cila ka fjalën e parë në përcaktimin e kandidatit. Partitë e tjera pastaj Agron Shehaj, Dirati Klapaj dhe të tjerët shikojnë nëse Partia Demokratike ju përzgjedh një kandidat të pranueshëm, bashkohen, nëse nuk ju përzgjedh një kandidat të pranueshëm që është kundër tyre dhe kundër interesave dhe botkuptimit tyre, nuk bashkohen. Por nuk mundet partia me një mandat të vendos kushte të patjetërsueshme që ose kështu kandidati ose s'ka. E bën vetëm një rast, kur ka ndërmend të mos bashkëpunoj dhe kërkon një lloj kandidati që partia tjetër s'do e pranoj kurrë dhe thotë unë ja afrova por nuk pranuan ata. Ramaj, është shprehur kryeministri Rama, kandidati do t'jetë i humbur, pra që në momentin e hyrjes por do dalë dhe më i humbur, kur të përfundojë dhe gara për Bashkinë e Tiranës. Sa tregues janë për peshën politike të subjekteve në këtë fazë zgjedhjet e parakoshme në 6 njësi vendore, zgjedhjet e pritshme gjithmonë sepse nuk ka ende një dekret? Jo, kryeministri Rama duhet kuptoj që nga çdo lloj shkolle politike mbledhja e pushtetit të pa limitshëm, të pa kufishëm, e bën jo vetëm të korruptuar maksimalisht, por edhe të predispozuar për të rënë nga pushteti shumë shpejt. E them këtë sepse zoti Rama nga dita parë, nga viti 2013 deri sot ka pasur vetëm një synim, paktën ne që e shohim nga jashtë, të mbledhë sa më shumë pushtete në duart e tij dhe ka dashur të marrë çdo gjë. Dhe i ka marrë, ka arritur të marrë pothuajse të gjithë pushtetet e mundshme, nga presidenti i Republikës, nga ndërhyrjet që ka bërë brutalisht në drejtësi, po dhe në organe tjera kushtetuese. Dhe patjetër që ai e konsideron të fituar ose do patjetër ta fitojë Tiranën, unë e thash. Kush nuk e do Tiranën, Rama? Urdhë? Kush nuk e do Tiranën, është kështjella kryesore e Shqipërisë. Patjetër, sepse nuk është interesi ke Tirana. Interesi i kryeministrit është e politika përgjithshme, pra ai do të stabilizojë ose të mbajë të ketë një pushtet sa më të madh për 2029 dhe për 2030. Ai e ka të qartë skemën. Tani inteligjenca e Partisë Demokratike do jetë nëse edhe opozitës, unë i konsideroj bashkë gjithë ata të cilët janë kundër kësaj qeverie, që të arrijnë të ulin pushtetin e kryeministrit për aq sa mundet ta ulin, por a bëhet kjo me njerëz me integritet? Besoni ju këtë që demokratët mund marrin ndonjë prej 6 bashkive në zgjedhjet e parakoshme? Po shiko, nuk është e lehtë. Unë e thash që pushteti do i përdori të gjithë drejtorët dhe të gjithë parat e buxhetit të shtetit për të fituar këto, siç e ka bërë dhe herë tjera, por ne jetojmë në një situatë të vendosur nga këto 2 parti politike, pra që kemi 2 alternativa, kandidatin e partisë në pushtet dhe kandidatin e opozitës. Unë mendoj dhe shpresoj personalisht që të ketë një kandidat opozita i cili të dali për te pritshmërive të qytetarëve për opozitën, për t'i treguar pushtetit që që në këtë vend ka akoma shpresë dhe ka njerëz që nuk i binden çdo lloj. Pa, keni dikë në mendje kur thoni një kandidat të tillë me këto karakteristika? Nëse kryeministri më nxjerr diellën përballë dhe bën bisedë me qytetarët, unë si qytetar i thjesht shoh diellën dhe duhet t'i besoj dhe duhet ta duart të rrokas sepse ai më nxjerr diellën, atëherë këtu kemi një problem shumë të madh. Mendoj se si mua ndihen dhe shumë qytetarë tjerë që kanë votuar për të qeverisur nga njerëz dhe jo nga robot. Dhe jemi në këtë pikë. Tani Partia Demokratike ka njerëz sa duash, dhe jo vetëm Partia Demokratike, dhe njerëz tjerë thash që mund mos jenë antar me tesër Partisë Demokratike. Thash, për mua duhet të jetë dhe profil politik, pra jo të mos ketë lidhje fare me politikën, se është e pamundur fitosh Tiranën me një person jo politik.
por ka emra, shumë emra, ka njerëz me integritet dhe do varet Lulzim Basha, për shembull, mund të ishte sfiduesi aso kohe i Ramës në Bashkinë e Tiranës. Kush, më fal? Lulzim Basha, për shembull? Po mbase më duhet konsiderohet dhe Lulzim Basha, unë nuk përjashtoj, tash nuk përjashtoj njeri këtu. Por procesi duhet të lidhet me faktin që ai kandidat i përzgjedhur, që thash me integritet duhet të shpalosi të qytetarët, duhet të ngjalli besim dhe frym. A e bën dot këtë do ta shohim. Pra a është kandidati i cili në pamje të parë kur t'i dali emri do thonë qytetarët po ka i shpresë apo jo, me këtë nuk bëhet. Nëse thon këtë të dytën, atëherë ka pak gjasa që të fitojnë diçka në Tiranë. Rama, i shumë knajsi t'u kisha në këtë komunikim për ta përmbyllur në 6 bashkitë që shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Mendoni se opozita ka shanse të marrë disa? Fatkeqësisht opozita shkatruar në zgjedhjet e vitit 2025, pra në zgjedhjet parlamentare, dhe sot Sali Berisha ka përfunduar si Lulzim Basha në vitin 2022, me vull, me grup deputetësh, por pa deg dhe pa antarësi. Ka 4 muaj që nuk ka asnjë mbledhje partie në deg, sepse nuk ju mblidhet askush. Për arsyen e thjesht shumë që në shtator të vitit 2021 ju tha demokratëve e jani me mua, do të bëj një parti më demokratike, më të hapur, më të fortë, më të bashkuar, dorëzoj me Dirama shumë shpejt, dhe e gjithë kjo doli një mashtrim. As parti demokratike, as parti më të hapur, as më të bashkuar, dhe as më dinamike, dhe as më fituese. S'ka fituar asgjë, është dështim total. Shumë knajsi t'u kisha në studio. Knajsi dhe për mua. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime.